29 shtatori është një ditë e veçantë. 29 shtatori është dita botërore e zemrës. Kjo ditë është premtohet në të gjithë botën, thjesht për të ngritur vetdijen dhe për të kujtuar vetës rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit kardiak. Për këtë rast të veçantë, ne sot kemi në linjë të drejtë për drejtë doktor Florim Cuculi, kardiolog i suksesshëm në Zvicër. Ai me ne do të ndanë këshillat dhe njohuritë më të rëndësishme për një zemër të shëndetshme. Përshëndetje doktor, mirë se erdhët në emisionin tonë të mëngjesit të ritmi i ditës. Përshëndetje juve dhe faleminderit për ftesën. Sot është dita botërore e zemrës. Sa e rëndësishme është kjo ditë dhe çfarë mesazhi keni për publikun në të gjithë botën? Po ju e dini që shkaku kryesor pse njerëzit vdesin janë në fakt sëmundjet kardiovaskulare. Kështu që zemra është e rëndësishme si për jetë, po ashtu edhe për vdekje. Dhe mesazhi që kjo ditë e përçon është që ne duhet të kujdesemi më shumë për zemrat tona. Kujdesja për zemrën do me thonë që ne duhet të mundohemi të kemi një jetë të shëndetshme, e cila nuk e smuan zemrën para se i vjen koha, se është normale që në moshë edhe zemra të smuhet, që zemra të mos smuhet më herët, ne duhet të kujdesim për këtë. Dhe këtu mund të përcjell ndoshta 3 këshilla të rëndësishme. Këshilla e parë është që duhet të merremi me aktivitete sportive. Domethënë spaku 3 herë në javë, 30 minuta duhet të gjersitemi me një aktivitet sportiv i cili është më shumë se një ecje normale. Domethënë kjo mund të jetë në palestër, kjo mund të jetë në ecje në natyrë, po duhet të bëjmë diçka. Këshilla numër 2 nga ana ime do të ishte që të pakojmë pirjen e duhanit, sepse unë e ceket shumë herë dhe jam bërë tani më i mërzitshëm ndoshta për njerëzit, po është shumë e rëndësishme që ne të pijmë më pak duhan, sepse shoqëria jonë në Ballkan është jashtëzakonisht e rënduar nga kjo problematikë. Dhe këshilla e tretë do kisha thënë është duhet të jemi pacient të disiplinuar. Domethënë kur e kemi një sëmundje, qoftë një shtypje të lartë, qoftë një yndyrë të lartë, qoftë ndoshta kemi pasur një sulm kardiak, atë ne duhet të merremi me këtë problem dhe t'i përcjellim rregullat edhe këshillat e mjekëve edhe e stafit mjekësor të cilët na duan të mirën. Kaq do thosha, nëse i bëjmë këta 3, atëherë të gjithë do bëjmë nga 100 vjet. Doktor, mund të na thuani se cilët janë sfidat më të mëdha që përballen njerëzit sot kur bëhet fjalë për shëndetin e zemrës, veçanërisht në kohën moderne, edhe pse ju vetë cekët se aktivitetet fizike nuk duhet ndalur sa më larg duhanit e kështu me radhë, por cilat janë sfidat? Shiheni, sfidat janë sepse ne shpesh herë kur jemi mirë nuk jemi të vetëdijshëm se ajo që jemi mirë në një mënyrë nuk është e garantuar për tërë kohën. Domethënë kur je mirë dhe kur nuk ndjen dhimbje, kur nuk ke asnjë problem, ti mendon se kjo do zgjasi për jetë kështu, por kjo nuk është e vërtetë, sepse edhe shëndetësia është një proces aktiv, edhe ne duhet të merremi me këtë proces pak më në mënyrë më të drejtë për drejtë, e jo ta lejmë se kur do ndodhin pastaj gjërat, atëherë ndoshta mund të jetë edhe vonë. Kështu që unë do thosha që një ditë e këtill e përçon ndoshta mesazhin që ne të bëhemi pak më të vetëdijshëm për që shëndeti jonë nuk është diçka e garantuar, por që është diçka që ne duhet të investojmë në të. Domethënë kjo për mua është kryesore sepse unë takoj shumë njerëz të cilët ndoshta do kishin bërë ndryshe, por kanë menduar se kjo do zgjasi për jetë kështu edhe pastaj në një moshë caktuar, në një ditë caktuar u bie kanë infarkt ose ka një sulm në kry, edhe gjithçka ndryshon për ta. Ndoshta si një pikë tjetër e cila është po ashtu shumë e rëndësishme, ne duhet edhe si shoqëri të funksionojmë në mënyrën që t'i ndihmojmë njëri tjetrit. Domethënë, sfidë të cilën unë e shoh shpesh herë që një pacient i cili ka psuar një sulm, ndonjëherë ndoshta lihet edhe vetë ta përballojë këtë, sepse disa janë të fortë dhe i përballojnë sëmundjet, po disa nuk janë aq të fortë dhe për ata njerëz do ishte mirë t'u ndihmojmë, t'u ofrojmë ndihmë, qoftë ne si mjek, si staf mjekësor, po qoftë edhe familjarë, që ata të cilët kanë psuar një sëmundje të zemrës, të cilët e ndjen një sfidë në jetën e tyre që të mos qenë vetë, po të qenë përkrahur nga rrethi i tyre që të përballojnë edhe këtë sfidë.
Doktor, mund të në thuani se cilët janë faktorët kryesor apo shkaqet të themi kryesore që rrisin në rrezikun për sëmundje kardiake dhe çfarë mund të bëjë një individ për t'i parandaluar ato? Pyetje shumë me vend. Një pjesë e problematikës natyrisht është edhe gjenetike. Domethënë për ata njerëz të cilët janë të rënduar gjenetikisht dhe shpesh ata e dinë sepse ka qenë i prekur babi, mami, familja, domethënë për ata njerëz është me rëndësi që ata gjenet nuk mund të ndryshojnë, por mund të kujdesen për faktorët e tjerë. Faktorët e tjerë janë në rrethin ton, është edhe më vjen shumë keq që e cek përsëri, po është me vërtet duhani. Është shumë e rëndësishme. Kjo është merr që ne kemi kaq shumë duhanxhin në Ballkan, edhe që pacientët më të rinj në Zvicër që unë i trajtoj për infarkt zemrës janë shqiptarë. Domethënë shumë e rëndësishme. Faktori tjetër shumë i rëndësishëm po ashtu është natyrisht kjo stili i jetesës tonë, stili pasiv i jetesës që edhe për 300 metra merret makina për të vozitur e nuk ecet. Domethënë me këtë stilin e jetës janë të lidhur me pastaj hipertensioni, domethënë shtypja e lartë, janë të lidhur po ashtu edhe mbi pesha, janë të lidhur po ashtu diabeti, i cili është duke u shtuar masivisht në gjithë botën, po sidomos edhe në rrethin tonë, edhe natyrisht është po ashtu e shtuar edhe kolesteroli i lartë, yndyrat, domethënë që është një problem për të cilën duhet po ashtu të kujdesim, shpesh herë kujdesja është domethënë të marrësh masat qoftë të stilit jetesës, po ashtu edhe medikamentoze. Doktor, mund të na thuani se sa rëndësi ka aktiviteti fizik i përditshëm? Ju sado pak e cekët në fillim se një herë në javë të paktën të bëjmë një aktivitet fizik, por edhe sa luan rol ushqimi apo dietat për të pasur një zemër të shëndosh të fortë? Shifeni, është shumë e rëndësishme që të realizojmë që për momentin ne nuk është ushqimi, nuk është problem i cilësisë, sepse ushqimi të cilën i cili hahet natyrisht edhe ai mund të ketë një cilësi ndoshta më të mirë, ndoshta mund të jetë më shumë me më pak dhjam, me më pak karbohidrate, me më shumë proteine, po kjo është çështje minore sipas mendimit tim. Problemi kryesor është çështja e sasisë. Domethënë ne për atë që harxojmë ha më shumë sa që duhet. Domethënë ne duhet të ha më pak, edhe të lëvizim më shumë. Lëvizja është 3 herë në javët, së paku 30 minuta gjerësi që do kisha thënë. Kjo është shumë e rëndësishme edhe në rast se bëjmë këtë ne i kujdesemi për disa probleme. Një prej problemeve është natyrisht që merrem mbi peshën tonë, domethënë kur ham pak e lëvizim më shumë nuk kemi mbi peshë, kur nuk kemi mbi peshë dhe kur jemi të lëvizshëm më shumë, atëherë kemi edhe tensionin e gjakut më mirë, që është problem shumë i madh kur nuk lëviz, atëherë po ashtu i kemi edhe profilin e yndyrnave, kemi pak më të volitshëm për shëndetësinë e zemrës. Pra domethënë si përmbledhje, ha më pak, lëviz më shumë, së paku 3 herë në javë 30 minuta. Doktor, mund të na thuani se cilët janë ato shenjat e para të cilët shpesh herë ne si njerëz ja anashkalojmë dhe nuk i vërejmë që ato mund të jenë si pasojë që kemi probleme me zemrën. Cilët janë shenjat e para paralajmëruese që një njeri ka probleme me zemrën? Kjo është pyetje shumë me vend dhe pak e vështirë për ta përgjigjur sepse simptomet janë shumë individuale. Po ata që janë klasike do kisha thënë kur një njeri e vren që nuk e ka më forcën e njëjtë, që domethënë me sfidën e njëjtë të cilën fizike, themi ka 3 banon në katin e 4 dhe man mend që para 2 viteve ata 4 kati ka hyrë pa problem, po tani e ka vështirësi dhe duhet ndalet mes pas 2 kateve. Domethënë ky njeri duhet të kërkojë këshill të mjekut edhe duhet të bëjë një kontroll të zemrës. Kjo është e para. E dyta është domethënë kur e vren që frymarrja është duke i bërë problem, që nuk e ka atë frymarrjen e njëjtë, domethënë që duhet të marrë më shumë frym apo që mbetet pa frym në aktivitet fizik. Edhe e treta, cila është më klasike, po e ceka me qëllim pak më vonë, është dhimbja në gjoks, domethënë rase pacienti
ose njeriu ndjen një dhimbje në gjoks, por dhimbja në gjoks, sidomos në aktivitet fizik, kjo është një simptom pak që ndoshta nuk është prezent të gjithë njerëzit. Prandaj ne do të jemi pak të vetëdijshëm që gjithë kombinimi i të tri simptomeve mund të jetë në mënyrë individuale i shprehur të njëri apo të tjetri, por kur paraqitet një ndryshim i forcës, i frymëmarrjes apo i dhimbjes në aktivitet fizik, atëherë ky njeri do të kërkoj ndihmë ose do të kërkoj një këshill dhe zakonisht flasi njëherë me mjekun am dhe ta pyesi atë se si mund ta interpretoj, edhe pastaj vazhdon edhe zbulohet se a është problemi një smundje e arterieve të zemrës, apo është problemi ndoshta një valvul e cila është e ngushtuar apo tepër e zgjeruar, apo është diçka tjetër, një problem ritmologjik. Këta probleme pastaj zgjasin edhe shpesh herë bile edhe me një EKG shifen shumë gjëra, edhe prej aty fillon pastaj zhvillimi dhe evaluacioni se si mund t'i ndihmohet këtij pacienti. Ju, doktore, cekës se përdorimi i duhanit është një ndër faktorët që shumë njerëz marrin infrakte të tilla gjatë përdorimit të duhanit, konsumimit. Ju edhe para 2 viteve, gjithashtu, nëse nuk gaboj, keni organizuar edhe një kampanjë kundër duhanit. Sa pati efekt dhe sa mungoj në vendet ku jetojnë shqiptarët fushatat e tilla sensibilizuese? Ajo kampanjë pati efekt sepse u përfol në përmjetja dhe mua më kanë thënë disa individ më kanë shkruar në rrjetet sociale që e kanë lënë duhanin për shkak të asaj kampanje. Mirë po, këta kampanjat nuk kanë efekt në rast se janë vetëm një herë edhe pastaj ndërpriten. Domethënë është shumë e rëndësishme që kjo të bëhet vazhdimisht, edhe që në fakt kjo është detyra në rast se dikush në Maqedoni, të themi, Maqedoninë e Veriut, don të bëjë diçka të mirë për shëndetin e popullatës, është të merret në mënyrë shumë më aktive për këtë problem. Sepse kjo pirja e duhanit e rëndon aq shumë edhe buxhetin shtetëror, e rëndon aq shumë edhe pjesën sociale, domethënë se para merreni me mend, një burr 50 vjeçar që ka pi duhan edhe që ka infarkt, që e furnizon familjen e vet tani vetë me duart e veta. Po ai kur ka infarkt të madh, ai njeri nuk mund ndoshta të punojë në ndërtimtari për shembull. Domethënë mbetet një familje tërë pa atë e cili e ushqen. Prandaj domethënë kjo është një sfidë me të cilën ne duhet të merremi shumë më shumë dhe unë çdo herë kur e vizitoj vendlindjen jam i tmerruar nga ato kafiçat dhe restoranet plot me duhanxhi. Këtë e shef vetëm në Ballkan, ju garantoj. Unë jam njëri që ka ecur në shumë vende të botës, po këtë tmerrsi të duhanpirjes, ku duhani është shndruar në kulturën tonë, këtë e shef vetëm në Ballkan dhe unë besoj se këtu ne duhet të fillojmë te moshat e reja, te fëmijët tanë që i kemi që të nxënësit e klasës parë, dytë, që ti mësojmë, ti këshillojmë që mos të vazhdojmë me këtë, sepse kjo është ajo që na dëmton, edhe kjo është ato që ja merr dikujt 30-40 vite jetese, sepse ai vdes në një moshë shumë të re, dhe cili nga ju mund të thotë që nuk njeh një njerëz që ka humbur jetën nga infarkti në moshën 50 vjeçare, që është katastrofë, sepse ajo është gjë e rrallë. Te Zvicranë, në Zvicër kjo gjë ndodh rrallë, por Zvicranë nuk kanë duhanpirje 70% të meshkujt, po kanë duhanpirje 10%, prandaj jetojnë edhe më gjatë. Pikërisht. Çfarë ndodh me ata njerëz të cilët nuk janë duhanpirës, po qëndrojnë me një ambient ku pihet duhani? A është e njëjta gjë, të themi? Nuk është e njëjta gjë, sepse dozat e cila thithet është shumë më e vogël, edhe natyrisht që edhe kjo nuk është mirë, edhe është diçka që duhet në një mënyrë të poshtu të evitohet, por kryesorja është që këta njerëz nuk janë aq të dëmtuar, domethënë unë do kisha thënë ndoshta 10% të asaj që të dozës që e thith një njeri i cili pin duhan. Edhe tani ndoshta pak ta thjeshtojmë. Ndoshta nuk do kishte qenë problem në rast se dikush pin 2 cigare në ditët. Sepse për shembull kur duhanpirja është ose e pin një puro një herë në 3-4 javë. Kjo është diçka tjetër, sepse kjo është një mënyrë, një pjesë e kënaqësisë. Po duhanpirja te ne kjo nuk është kënaqësi, kjo është një mënyrë
është bërë, thash edhe më herët, kulturë. Unë mund ta ndaj një ngjarje në vitin e kaluar kur vdiq nëna ime, ne pritëm njerëz, si vinë të na njerëz të na vizitojnë për të na ngushëllojnë. Në ngushëllime në nënës time u dash të blej duhan, sepse është kulturë të na dhe unë nuk doja të bëhem si i papërshtatshëm. Po paramendoni, domethënë mua më erdhi kjo shumë keq që thash, kjo që unë e them në për televizione, tani e bëj në shtëpinë time sepse gjithë rrethi familjar më tha, patjetër duhet kemi aty cigare që t'i shpërndajmë që njerëzit të helmohen edhe të vdesin më herët nga infarkti. Paramendoni deri ku ka ardhur kjo punë që dasmat, ahengjet edhe ceremoniat mortore nuk bëhen pa duhan në vendin tonë. Kjo është skandaloze, më vjen shumë keq, po këtu duhet merremi shumë më shumë, jo vetëm politika, por të gjithë ne si shoqëri duhet mundohemi që këtë problem ta zbusim, sepse kjo është duhani, është ajo që na mbyt, që na vret. Sa luajnë rol edhe këto të themi cigaret elektronike, vepat me aroma të ndryshme tek shëndeti, tek zemra? Sa i përket zemrës ekzistojnë pak studime, po mund të them që shkalla dëmtimit është më e vogël se sa këta cigaret konvencionale. Po nuk ekzistojnë, sipas asaj që di unë, studime serioze, sepse si do ta bëj një studim serios të marrësh shembull duhanxhit dhe ti testosh me ata që marrin këta vape-at. Më mirë të ishte që jetojmë natyrshëm, edhe t'i lejmë edhe vape-at, edhe cigaret, sepse ajo është vetëm, shive, unë nuk e kuptoj që ndonjëherë ti vuan nga financat, domethënë ke një situatë të rënduar ekonomike, mi po te duhani, te vape-at ti nuk kursen. Aty e harxhon sa duhet dhe pastaj e blen domethënë smundjen tonë dhe me parë. Kjo është shumë paradoks dhe prandaj duhet të mundohemi të gjithë që ta zbusim këtë punë. Pikërisht. Doktor, mund të na thoni si mund teknologjia moderne, duke e pasur parasysh se kemi aplikacione shëndetësore, monitorim digital, të ndihmojë njerëzit të kujdesen më mirë për zemrën e tyre? Kjo është pyetje shumë e vend. Domethënë, këta orat për shembull që janë moderne, smartwatch që i quhen, domethënë nuk e di si i thon shqip, orat inteligjente, ata mund të na ndihmojnë neve që të na bëjnë më të vetëdijshëm për shëndetin tonë. Domethënë, për shembull, që ti të shofish, të monitorosh se sa hapa ke hecur atë ditë. Një njeri duhet të heci më shumë se 10.000 hapa në ditët. Që mund të tingëlloj shumë, po në fakt nuk është shumë në rast se i bën këta aktivitetet e rregullta, dalje pak shëtitje në natyrë, ose për shembull e ke punën 20 minuta larg dhe ecte puna e nuk shkon me makinë, edhe pastaj kërkon parking gjysmore. Domethënë me këta smartwatch edhe me mobilat ne mund ta monitorojmë vetveten tonë. Një gjë që po ashtu duhet cekur është një smundje e cila quhet fibrilacioni atrial. Domethënë fibrilacioni atrial është një aritmi, ajo që quhet aritmi, edhe ajo është diçka që mund të ketë pasoja shumë të rënda për shëndetin tonë, sepse në rast se e pa trajtuar shkakton infarkt në tru. Edhe ajo zbulohet me këta orat që janë smartwatch, sepse ka studime shumë të mira që vërtetojnë se mbi 90% e epizodeve me fibrilacion atrial mund të detektohen nga një orë, si për shembull Apple Watch apo Samsung, apo nuk ka lidhje, ka disa modele. Dhe prandaj këta orë janë të mira për të na bërë të vetëdijshëm se si jemi duke u aktivizuar, e sidomos për të na bërë me dije kur jemi të rrezikuar. Domethënë këta ora ose edhe mobilet, aplikacionet duhet të përdoren, edhe ndoshta duhet të përdoren më shumë sa që i përdorim tani. Doktor, mund të na thuani se sa shpesh duhet të kontrollohet, të themi, presioni i gjakut dhe kolesteroli, edhe nëse ndjehemi mirë me shëndet? Presioni i gjakut duhet të kontrollohet sidomos te mjeku ndonjëherë pak më rrallë edhe në shtëpi. Po unë jam kundër që pacientët gjithkohën të merren me matjen e shtypjes së tyre. Edhe dua këtu ta cek një gjë shumë të rëndësishme. Shpesh herë unë vi edhe kam pacient që thonë, doktor, e kisha shtypje 170 edhe më dhimbte koka, pastaj e ula shtypjen më nal koka. Kjo është gabim shumë i madh. Sepse
shtypja 170 sistolike nuk të bën kokëdhimbje. Do më thënë, në rast se ke kokëdhimbje, më normale është që shtypjen ta kesh lartë. Prandaj, mos e bëni sport matjen e shtypjes, po mateni një herë për shembull 2-3 javë, në rast se nuk është mirë, atëherë kërko bisedën me mjekun, edhe mjeku le të ta rregullojë shtypjen, mate në shtëpi disa herë për të vërtetuar se je mirë, edhe pastaj leje shtypjen e gjakut. Po është shumë e rëndësishme që ne mos e shndrojmë këtë matjen e shtypjes së gjakut si sport. Kurse sa i përket yndyrës, kjo është detyrë e mjekut am, i cili ndoshta një herë në vit do ishte mirë ta mbasi yndyrën te pacienti, edhe në rast se ka nevojë ta trajtoj. Por më herët se trajtimi një yndyre e cila është pak e lartë është modifikimi i stilit të jetës. Domethënë atë që ceka më herët, modifikimi i ushqimit edhe ecje sa më shumë aktivitet sportiv. Jo gjithçka duhet të jetë domenë e medikamenteve, po ajo që ne mund ta bëjmë si individ që të marrim më pak medikamente është më mirë. Po kur ka nevojë, edhe medikamentet janë mirë. Pikërisht. A ka ndikim stresi dhe ritmi i jetës moderne tek shëndeti i zemrës dhe si mund ta menaxhojmë atë ne? Shiheni, kjo është një temë pak më e vështirë, sepse askush nuk mund të definojë se çka është stresi. Çka është stres për mua, ndoshta nuk është stres për ju. Kështu që unë kam çdo të vështirë që këtu me stresin pastaj të jap këshilla individuale, sepse perceptimi i stresit është diçka shumë individuale. Po sidoqoftë unë besoj që në rast se stresi është aq i lartë që ti nuk mund të merresh me vetveten tënde, atëherë ke tepër stres. Po derisa ti ke një orar të shtuar të punës, por e menaxhon mirë dhe kjo ty nuk të rëndon edhe të lën kohë të merresh me vetveten dhe me familjen tënde, atëherë ky stres nuk është i tepërt. Po te stresi ndoshta unë nuk jam njeriu i duhur, sepse unë prej kur kam kryer mjekësinë e kam pasur të vështirë të përcaktoj se çka është stres për një njeri. Doktor, cila do të ishte këshilla juaj për ata që kanë histori familjare me sëmundje të zemrës? Historia familjare me sëmundje të zemrës është diçka që ndoshta është faktori më i rëndësishëm për ata njerëz. Edhe ata janë ndoshta ata që janë më të rrezikuar edhe ku nuk kanë fajt, themi në thojza, domethënë ku nuk janë duke bërë gjithçka mirë, por më në fund gjenetika është gjenetik. Kështu që për ata njerëz është me rëndësi që të kontrollohen ndoshta pak më herët. Për shembull, në rast se ka pasur babi infarkt me 45 vjet, atëherë kur i bën gjali 40 vjet, atëherë edhe ai duhet ta bëjë një kontroll ndoshta pak para kohës. Edhe e dyta që është shumë e rëndësishme sepse ata gjenetikën nuk mund ta ndryshojnë, po mund këtë pjesën tjetër që e ceka, stili i jetës, duhani, tensioni i lartë, yndyra, ushqimi, këta punë mund t'i rregulloj që në një mënyrë atë edhe ndoshta edhe infarktin e parë i cili mund të ndodhi, po ta shtyje që mos i ndodhi me moshën e re, sepse këta sëmundje gjenetike zakonisht janë të rëndësishme kur në moshën e re. Po infarkti për shembull ose sëmundja e zemrës ti paraqitet ndoshta një moshë pak më të shtyr, që të fitojmë edhe kohë, sepse ndoshta ta cek edhe këtu. Kur ti me 40 vjet i implanton stentat, me 50 vjet e bën bypassin e zemrës. Çka do bësh me 60 vjet? Sepse me 60 vjet pastaj edhe stentat dhe bypassin janë mbyllur. Kështu që është e rëndësishme që ne edhe stentin e parë që ndoshta ka nevojë të implantohet, po ta vonojmë sa më shumë që mundemi që të fitojmë kohë e pastaj në pleqëri të merrem me këta sëmundje të zemrës, jo në rini. Pikërisht. Doktor, dhe në fund, cila do të ishte këshilla juaj për gjithë ata të rinj për të filluar një jetë të shëndetshme dhe për ta ruajtur zemrën nga tani? Po tani këta fjali që i thash me duhani, sidomos këta tani sigurisht do më shkaktojnë reagime në rrjetet sociale si gjithmonë, sepse shumicave nuk u pëlqen, sepse ata çdo herë kanë një arsye që thonë, po unë e di një plak që i bëni 100 vjet dhe ai pinte shumë duhan. Po është e vërtet. Edhe unë di shumë njerëz që vozisin 200 km/h në autostradë edhe nuk bëjnë aksident. Po shumica atyre që bëjnë aksident në autostradë
janë ata që vozisin shpejt. Kështu që mos merremi me këta shembujt e veçantë të dikujt që ka bërë gjithçka në mënyrë të gabuar dhe nuk ka psuar, po të merremi me shkencën, të merremi me evidencën. Dhe për të rit, evidenca, ata le të lexojnë, le të informohen, evidenca është e qartë që këta që i ceka në këtë emision të ju janë fakte shkencore. Domethënë të diskutosh në vitin 2025 a është duhani i keq apo jo, është e kotë sepse është shumë e vërtetuar. Kështu që për të rit këshilla kryesore është mos e filloni duhanin, sidomos edhe për femrat, sepse tani për fat keq edhe femrat janë duke pirë shumë duhan, mos e pini duhanin, lëvizni sa më shumë që mundeni, merreni me aktivitete sportive, edhe atëherë do të keni një zemër më të shëndosh. Ju faleminderit për gjitha këto këshilla që i ndatë sot pikërisht në ditën botërore të zemrës. Dhe ne jemi gjithashtu krenar që kemi një mjek, një kardiolog pikërisht që punon dhe vepron në Zvicër. Faleminderit juve për ftesën dhe ju dëshiroj një ditë të mirë dhe të gjithëve një zemër të shëndosh. Faleminderit edhe një herë nga ana juaj që ndatë kohë të ishit sot me ne me emisionin ton Ritmi i ditës. Shikues të nderuar, besoj që kemi marrë mjaft të këshilla nga mjeku Florim Cuculi, i cili punon dhe vepron pikërisht në Zvicër, dhe ne jemi krenar për gjithë këta shqiptar që i kemi në fushat të ndryshme, qoftë në artist, qoftë këngëtar, qoftë edhe në fushën e mjekësisë që punojnë dhe veprojnë në vende tjera të Evropës.